A je kurioz të shohësh se si krijohet një fe? Shikoj pak këtë. Harry Potter kam për gallata aty. Atje po të lexosh me kujdes thuhet që kur Harry Potter i mbaronte energjia, shkonte në South East of Albania, që është Berati Tomori. Merrte vërtet pra tash që merrte energji dhe shpëndante prapë ke fëmijët. Pra merrte u furnizohesh me karburant Harry Potteri, pikërisht në Tomor. Po Tomori nuk është vetëm Harry Potter, janë shumë libra që ne kemi studiuar, po e besojmë për shkak të gjeologjisë apo ekologjisë apo historisë më shumë. Tingëllon interesante, tingëllon misterioze, thënë nga një profesor, mali Tomori dhe ja ku u bë. Por ka një problem. Nuk është e vërtetë. Në historinë e Harry Potter nuk është Harry Potter që vjen në Shqipëri, por është Lord Voldemort, një personazh negativ që vjen në Shqipëri jo që të karikohet nga fuqitë e mistershme të malit Tomorit, por që të fshihet në pyjet e Shqipërisë. E dyta, Harry Potter dhe Lord Voldemort janë thjesht personazhe fiktiv, nuk kanë ekzistuar ndonjëherë, janë thjesht pjellë e fantazisë së autorit, por jo që ndodh realisht. Mjafton kaq, përzihe një sajesë të tillë me elemente mistik, thuje me konfidencë siç bën Sazani dhe shumë shpejt do gjesh njerëz që do të ndjekin nga pas. Sepse rrallë njerëzit ndalojnë të verifikojnë. Mjafton që gënjeshtrat e duket interesante dhe ecën më shpejt se e vërteta. Pyetje për ty. Ti a e ke besimin argumentuar apo e ke marrë thjesht kallëp nga një Sazan diku tjetër? Më shkruaj më poshtë, Zoti Bekov.